Kurani, për fat keq, ka arritur deri aty sa, ose do ta shikojmë të shfaqet në konkurse, ose do ta shikojmë të shfaqet kush e ka zërin më të mirë që elhamdulillah, unë dëgjova një hafiz sot dhe kënimin e kishte shumë të mirë. Ndërkohë që Allahu xhelle xhelalu e ka lidhur bekimin e librit vet, fjalës tamshushme të Zotit, Kuranit famulart, e ka lidhur me 4 pika. Bekimin që zbret Allahu xhelle xhelalu nga hapësirat qiellore në tokë, kush që ne të kemi pjesë atij bekimi është të lexosh Kur'an në vazhdimsi, mos kesh shkputje. Këtë që lexon të shkosh në meditim. Meditimi të çojë në përkujtim dhe nuk ka vlerë përkujtimi nëse ti nuk punon me atë që lexove. Nëse jemi këtu, jemi besimtar të vërtet. Nëse nuk jemi këtu, atëherë mashtrojmë dhe rrejmë vetveten tonë. Ç'është meditimi? Meditimi është unë dalë në një ajet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuk vazhdon tek ajeti i dytë, qëndron. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe ti fillon analizon në këtë ajet, Allahu xhelle xhelalu na tërheq vëmendjen që ne të jemi të qartë në tauhidin ton, në njohshmërinë e Zotit, të jemi të saktë, mos i shoqërojmë Zotit ortak dhe as shok, dhe kjo jo vetëm për të vdekurit, që mos besojmë që ata kanë forcë, e ata kanë bereqet, e ata na japin riskun. Jo, kanë ikur këto kohë. Mos ta duash dikë prej krijesave ashtu sikur don Zotin. Mos i mbështetesh krijesave sikur i mbështetesh Zotit. Mos të shpresosh prej krijesave sikur shpreson prej Zotit. Mos kesh frikë prej krijesave sikur ke frikë prej Zotit. Të gjitha janë këto punë të brendshme në zemrën e njeriut që ne sot i kemi harruar. Ne më shumë përmendim krijesat e Zotit se sa emrat e Allahut. Më shumë përmendim emrat e artistëve dhe lojtarëve dhe këngëtarëve dhe sportistëve se sa emrat e sahabëve me cilët lidhet identiteti ynë, historia jonë, dhe ata na mësuan neve me hadithe që transmetuan nga pejgamberi alayhi salatu sallam fen ton. Dhe përjedhoj, ne po jetojmë pa identitet dhe gjithë kjo vjen sepse ne jemi larguar nga Kurani.